4 vite më parë, kur u zgjodh Altin Dumani, u duk se kishte një betejë dhe ndërhyrja brutale e SBA-s krijoi një situatë të tensionuar, që më pas u pasua me përfundimin si të pandehur të 2 lobuesve kundër tij, Veliajt dhe Ballukut. E gjithë kjo është kosto e atij tensioni, ndërsa tani gjithë ambasadorët e Perëndimit në Tiranë po përpiqen të imitojnë Yuri Kim pa qenë nevoja, pasi qeveria nuk ka ndonjë të preferuar dhe i vetmi dimension që nuk duhet ta ketë kryetari i SPAK është hakmarrja personale. Ky eksperiment, që aty të ketë më shumë ambasadorë se sa antarë të KLP-s, është i shëmtuar dhe krijon iluzionin e gabuar se ata bëjnë çfarë u thon të huajt, ndërsa në fakt ata bëjnë çfarë u thot mendja e vet dhe janë duke shijuar një pushtet që nuk e kanë ditur që e kanë pasur. Ndaj është mirë t'i lini të votojnë të qetë, pasi ai që do të zgjidhet së paku duhet ja di për nder meritave të veta dhe s'ka pse t'u jetë mirënjohës gjithë diplomatëve në sallë.